çdo vit. Ky është ndryshim. 300 milion çdo vit vetëm për bujqësinë. Për fermerët, për agropërpunimin, për agrobiznesin, për agroturizmin dhe për gjithçka që ka të bëjë me bujqësinë. Tani, e gjitha kjo mund të mos ndodhi nëse në 11 maj Shqipëria nuk voton fuqishëm Partinë Socialiste dhe nuk voton fuqishëm për të vazhduar një proces që nuk është një fjalë goje, po është një punë e përditshme me detyra të pafundme. Janë 1000 vetë në shtetin shqiptar që punojnë për ditë për këtë punë, që shkojnë në punë dhe merren me këtë punë. Janë 40 skuadra negociatorësh. Çdo javë 2 ministret tona të shtetit që drejtojnë negociatat janë si në provim dhe japin llogari çfarë ka bërë Shqipëria javën e kaluar për këtë, për gjithë sektorët. Dhe kjo është një punë që çdo minutë vlen dhe asnjë minutë s'duhet humbur. Parafiguroni tani sikur në 11 maj rezultatit mos jetë i qartë, sikur gjithë kjo qëndrueshmëri që kemi krijuar të lëkundet, sikur pozicioni ndërkombëtar ku e kemi vendosur Shqipërinë të vijë ndryshim dhe sikur ata thonë po mirë, më fal, po çfarë bëhet me këtë punën? Dhe mjafton një rrëshqitje 6 mujore për të mos thënë më shumë dhe nuk arrihet më gjë. Dhe ajo mundësi mund të ikë që aty. Sepse ne kemi qenë gati për të hapë negociatat më para, po si ishin ata gati, shumica thoshin po, çoi njëri atje thoshte jo, po shiko se ne kemi një shqetësim, çoi tjetri, i dini këto punë si shkonte, edhe na thoshin ju këtu e keni vendin, po duhet bëni durim, duhet vazhdoni punën etj. Sot e kemi në tavolinë kalendarin e miratuar bashkarisht dhe të dakordsuar prej tyre. Na kanë thënë mbyllin i negociatat në 2027, pra do të thotë bëni gjithë tyre në shtëpi dhe ne do ju marrim brenda në shtëpi. Kjo është diçka shumë e madhe për të humbur ose për të vënë diskutim nga vogëlsira të tipit jam me këtë parti, jam me atë parti, ose jo, po se shiko se për Kavajën nuk është bërë kjo, po është bërë ajo, ose për Rogozhinën duhet ishte bërë dhe kjo, ose shiko se kam inat me këtë, se ky s'm ka vlerësuar dhe unë do shkoj atje, do unë që nga më të mëdhaja deri më të vogla, të gjitha janë vogëlsira në raport me këtë. Këtu bëhet fjalë për Shqipërinë, bëhet fjalë për gjithë pa përjashtim. Bëhet fjalë për të marrë një pasaportë të re. Është një pasaportë e re. Nuk do jetë më Republika e Shqipërisë, Republic of Albania, po do jetë Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë. Dhe nuk do rrimi më në fund, nuk do kemi më radhë që të na kontrollojnë pasaportën kur hym në për vendet e tjera, pavarësisht se hym pa vizë në Bashkimin Evropian, po prap e keni pasi ndajen. Ca shkojnë nga janë edhe hynë dhe si kontrollon njeri, ne futemi nga i rreshti tjetër edhe fillon kontrolli. Nuk do kemi më, do hym njësoj me franceze, me gjermane, me holandeze, me italian, njësoj të barabartë. Si mund të lihet kjo tani? Për tifozlik, jo jam me PD-n, jo jam me këtë, jo jam me PSD, jo jam me Kujtim Gjuhësor. Kjo nuk mund lihet. Nuk mund lihet. Kujtimi është më i mirë atje, më madhështori, më simpatiku, po përveç mustaqeve s'ka asnjë gjë tjetër. Ata tjerët s'kan as mustaqe. Këtu në Kavaj e keni parë vetë se çfarë të bën vajtja te shtëpia Mullixhiut për inat vjerrës.